Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s kanë bërë të ditur se protesta radhës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s do të mbahet në Tiranë. Kryetari i OVL-së së UÇK-s Husni Gucati bëri të ditur se kjo protestë në kryeqytetin e Shqipërisë vjen pas protestave në Prishtinë dhe Hag. Ai shprehu mirënjohje për qeverinë shqiptare për kujdesin dhe përkrahjen e vazhdueshme ndaj kësaj çështje madhore kombëtare. Pjesëmarrjen në këtë protestë, e cila do të mbahet më 17 tetor në Tiranë, e ka konfirmuar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili tha se kërkesën nga organizatorët për postimin e njoftimit e ka pranuar me kënaqësi. Për zhvillimin e kësaj proteste ka reaguar dhe ministra për Evropë dhe punët e jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila është shprehur se në Tiranë, në Prishtinë, në tetove, kudo ku rre zemra shqiptarit, ne jemi bashkë në një thirrje e një besim. Liria ka emër. Përveç të parit të qeverisë shqiptare, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka bërë me dije sot se të gjithë deputetët socialist do të marrin pjesë në protestën që do të mbahet në Tiranë më 17 tetor, në mbështetje të krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mbështetur këtë protestë, duke deklaruar se ka qenë vetëm një agresor dhe ajo është Serbia. E para shtetit tha se UÇK-ja ka mbrojtur me dinjitet qytetarët e Kosovës e Republikën tonë. Pjesë e kësaj proteste pritet të jetë edhe Ndrit Thaçi, djali i ish-presidentit dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe 2 tifogrupet, Dardanët dhe tifozat Kuqezi. Protesta së premtes do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Tiranë, me fillim nga ora 17, derisa ky organizim vjen pas atij në Hag, ku me mira qytetar kanë kërkuar lirimin e ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krastiqit dhe Recep Selimit, të cilët ndodhen në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020.